Zhurancës të japë shpjegime për kodin. Nuk e di kush do vi, Ministri Manja e ka të vështirë të vi, Ministri Lamallari nuk vjen, nuk e di kush do ta prezantoj, ballafaqim me gazetarët, kur e prezantoj atje në atë mbledhje në Gjiberi, ai prezantim atje kishte plot estetikisht ishte mirë ai. Estetikisht, edhe kështu bëra edhe një status. Estetikisht është mrekulli, thash, se ka vajzat reja, studente e tjera me radhë. Po asnjë penalist nuk isha. Tani më thuaj, do ta çojë deri në fund Mazhranca apo se votat i ka? E dyta, nuk mund të kaloj ai kod, sepse 500 nenet e tjera janë bërë. Sa më shumë nene, aq më shumë fonde merr. Aq më shumë, domethënë, ata të buxhetoj mirë, se thonë, kanë hartuar 900 nene këta, nuk është kollaj. Pra çështje parash dhe për ju. Po çështje parash është tender. Mirë, një tender. E mbyllim se kam një material të fundit. Kam mbyllur përfundimisht, jam në vijin që folën edhe para folësit, por u jap edhe një përvojë që këta mund ta marrin edhe kështu, domethënë. Por edhe në atë kohë që u përmbys, ai sistem që u përmbys, kur bësh kodin penal e bënin profesorët më të shquar që kishte ky vend, dhe ata profesorët më të shquar, duke filluar me Ismet Eleze, me mos ecë më tutje se s'ka vetë më profesor, shumë vështirë të gjende profesor. Ka plot. Jo, Ismet mund të jetë gjallë, po s'besoj se është... Gjallë janë gjallë gjithë ata, janë gjallë plot. Tani profesor 90 vjeç nuk do në ardhë e 2025. Këtë të tjerë më të rinj që nuk janë marrë. Janë marrë vetëm 2 këta, vetëm Arben Rakipi edhe ish dekani i fakultetit juridik. Është akoma gjendje pune për punë. Merret fillimisht jer grumbullohen ajo që u tha. Që të bësh një kod do grumbullosh në gjitha fushat. Qa kapitulli ke? Ai kapitull ka specialist të vetë. E kuptova. Avokat, më lërë të qënë... Po, më lërë të tem të fundë, se është më e bukur se sa... Dhe në fund, duhet ta din të tërë njerëzit, kur bënim kodin penal ne, dorën e fundit e jepte e qerem Qabej. Që të gjurë Shqipe? Po profesori mi shquar që ishim i gjusë Shqipe. Po mos jepte i miratimin, nuk dilte kodin. Me këtë që po thua...